Gjykata themelore në Prishtinë e ka konfirmuar aktakuzën ndaj Rozet Hajdarit. Në një aktvendim të nxjerrë të premtën e javës së kaluar, më 13 mars, një trup gjykuesi i Departamentit Special të Gjykatës e refuzoi kërkesën e ish-ministrës për hedhje të aktakuzës. Ky trup gjykues i vlerësoi si të pabazuara kërkesat për hedhje të aktakuzës të parashtruara nga mbrojtësit e të akuzuarve. Paparaci ka siguruar ekskluzivisht vendimin që lë në fuqi aktakuzën për korrupsion dhe zbulim të fshehtësisë zyrtare ndaj ish-ministrës së tregtisë në qeverinë Kurti 2. Ish-ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë akuzohet nga Prokuroria Speciale e Kosovës për rastin e rezervave shtetërore, aferë që i ka shkaktuar afër 3 milion euro dëmb buxhetit të shtetit. Në të njëjtin rast, bashkë me Hajdarin akuzohen edhe 3 të tjerë, 2 zyrtarëve të Mintit, Hafiz Gara e Irfan Lipovica, si dhe afaristit Ridvan Muharremi. Hajdari, Gara dhe Lipovica dyshohet të 3 për kryerjen e 2 veprave penale, keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe zbulim i fshehtësisë zyrtare.